ky rasti i Hungarisë na tregon një element, pavarësisht se këtu ka dhe një element tjetër që është i rëndësishëm, që ishte një garë mes dy djathash. Partia e zotërisë fitoi është pjesë e Partive Popullore, që bën pjesë edhe Partia Demokratike. Ndërsa Viktor Orbani është pjesë e konservatorizmit. Nuk qe fare debati djathtë, debati majt fare. Tani, e di çka kishte një gjë tjetër se ka rëndësi. Kjo është bisedë që u hap kod, domethënë. Ne nuk kemi lidhje fare. Ta mbaroj unë çfarë them, pastaj kod më kod është edhe kjo ndryrje. Po jo, mos mund të rish marrësh gjithkohon tash. Po tani nuk jam mund drejtues emisionit, zotëri. Prita unë gjysore deri tani do them edhe unë. Ose ndryshe bëni debat. Jo, më vazhdo. Tani pse është e rëndësishme, se unë për këtë kam marrë, pse është e rëndësishme për Shqipërinë, rasti. Po. Si fitoi ai dhe si i rrëzoi të gjithë elementët e presionit ndaj mësuesve, ndaj administratës, ndaj vjedhjes zgjedhjeve etj. 2/3 e dërinjve, më shumë se 2/3 e dërinjve, mbështesnin këtë parti dhe ishin të mobilizuar në fushat. Pjesëmarrja në zgjedhje shkoi në nivele 80%. Po ti po na tregon pjesëmarrja në rrjetet sociale, po të tregoj se si fitohet me Ore doli lumi dhe e përmbyti Orbanin. Doli lumi i madh. Kushton që Pse po e themi të gjithë? Këtë duhet bëjmë dhe ne. Po si e bën këtë lum ti më vras, se tani këtë po të them unë ty. Si e bëjmë të lum? Dhe tjetrit që kisha përpara i thash, ti e ke Ore, digje kush është kryetari i opozitës ti? Po pse ti po pret ta bëje kryetari i opozitës të? Patjetër, unë do kandidoj për kryetar opozit, nuk do kandidoj për kryetar. Ore, nuk të qaste. Ai nuk të qaste në fshat, ti thua dua vajzën e priftit për grua më vlla. Ai se qaste në fshat këto do kandidoj. Nuk të pranon në fshat, ti thua dua grua vajzën e priftit. A je këtu apo jo po? Po këtu jam. Po ti e unë fitoj, ti thuaj nuk pranon. Atëre nuk pranon Rama të bësh zgjedhje. Çfarë do i bësh? Po, pyetja ime është kjo, pse nuk je ti? Hajde rrim tu bëj mua. Pyetja ime është kjo, pse nuk je ti si magyar ta bësh ndryshimin? Kaq është pyetja. Po këtë jam duke. Se ti nuk bësh dot një magyar. O zotëri. Së pari njerë ta thash edhe në fillim. Në 3 muajt e parë, ai zotëria nuk ekziston dhe fare. Ore në rregull. Sa gjasa keni? Sepse Arlindi është gjë tjetër. Arlindi ka forcë politike, ka doktrinë vet. Tani po e kam pyetjen edhe për ty dhe për Arlindin, por Arlindi patjetër ka një përgjigje ndryshe. Pse nuk bëheni dot magyar ju? Fiks. Kjo është. Sepse sa korruptuar është ky pushtet ne e dim. Sa i pamundur është zoti Berisha dhe kjo opozitë për të bërë ndryshimin ne e dim. Problemi, edhe shqiptarët e din këto probleme. Pse në Shqipëri nuk ka një magyar që të motivoj popullin, dali 80% në zgjedhje dhe ta përmbysi? Se ne biem dakord gjithë më. Po doli popullin zgjedhje nuk diskutohet. Pse nuk beson një lider? Çfarë i mungon ju të jeni një magyar? Kaq është pyetja. Tani, magyar thuaj se magyar del shumë keq. Magyar. Magyar, Hungarezi. Peter. Përkthimi. Po zoti Saljani. shiko, s'pari njerë i vetmi element që bëjnë analizë gjithë të ky zotëria, që ka pas kurajon për të thënë vërtetat. Tani, unë jam në një lëvizje brenda Partisë Demokratike, se këtu jam unë me rregullat që ka përcaktuar në demokraci. Këto janë rregullat, vota apo ja. Dhe po them, në 3 muaj ka mobilizuar njerëz nëpër salla, nëpër takime, mbështetje publike, më shumë se sa ka një kryetar partie. Ju po shkoni drejt themelimin një partie në rast se mbyllet gara? Unë do kandidoj për kryetar të Partisë Demokratike. Dhe unë po them, një model i ndryshëm nga modeli Sali Berishës, fiton përballë Edi Ramës. Tani ta abstragojmë. Pengesa. Në qoftë se ju humbi përballë. Po mirë, marrim ne në konsiderat, ne diskutim do bëjmë. Ja, unë po ta them, nuk humb. Në qoftë se humb. Nuk humb në gar. Do bëni një lëvizje tjetër. Nuk humb në gar. Po ja ta themi që bëm. Po nuk humb, bro, si të them. A nuk humb? Nuk humb, po. Në gar. Me Sali Berishën. Brenda partisë Sali Berishës. Me rregullat që vendos Sali Berisha. Me të gjitha e fitoj. Saljan, tani se nuk kam çat flas fare, ju nuk doni ta hidhni Edi Ramën, ose nuk keni forcë ta hidhni Edi Ramën, ose nuk dini ta hidhni Edi Ramën. Me qenë se jemi te ky rasti do të përgjigjem prapë me këtë Maxharin. Kur nisa lëvizjen tha, jo vetëm në për studio që kishin të njëjtën kështu qëndrim, ti s'ja del dot, ti s'ja bën dot etj, po më ka marrë edhe mamaja në telefon, tha, një 10 minuta përpara se të dilen te podcasti, nuk konkurroj me Urbanin për të marrë partinë. Dhe i tha, shiko, ka i dallim. Jo, mos e nuk e njeh, po them tjetër gjë. Jo, se si thua ti, nuk konkurroj brenda partisë sepse e dinte që humbte atë betejë brenda. E ke fol ti me të? Jo, to ti kanë lënë këto telefonata. Jo, thash se mos ke fol, se unë po them, po tani më le ta mbaroj pra se po më ndry 10 era, ta mbaroj unë diskutimin. Unë po të them literalisht atë që thot ai,
që S'është ashtu pra, po nuk është ashtu fare pra. Në çdo qendrim. Peter Magyar nuk ka kandiduar për të marrë leadershipin brenda partisë Orbanit asnjëherë, sepse dinte që kishte të pamundur. Dhe ti e di shumë mirë që ke të pamundur. Dhe ti e di shumë mirë që ke të pamundur. E kanë provuar personalitete shumë më të rëndësishme brenda Partisë Demokratike përballje me Berishën dhe nuk kanë thyer dot. Kjo është koto Ervin tash. Ti provoje mos ka asgjë se je njëri i lirë. Ti provoje. Po unë po më rasti më të keq. Je këtu apo do bëjmë emision apo po pse si do bësh emision ti? Bësh vetëm monolog për veten tënde. Po ke bërë 10 pyetje o zotëre. Madje ke qëndrime, t'japun qëndrime për ty. Një pyetje. O zotëri. Një pyetje. Nuk është pyetje, janë qëndrime. Ti si ja del dot. Të them unë në një gjë. Ky është qëndrim. Pyet cila është pyetja këtu, ti si ja del. Ta them se si ja del. Ta them se si ja del. Ta them se si ja del. Nuk është pafësia jote më njëri, o njëri. Gjë pak. Nuk ka del dot e di pse, nuk është pafësia jote. Po ai rregullon ato gjëra brenda partisë dhe ti di më mirë se mua më dot, sepse forca po e provut më kur ishit me Lulzim Bashën bashkë për buri vet. E provut, bët zgjedhjet, ishin gjitha transparente dhe humbët. Sali Berisha brenda shtëpisë vet nuk ka punë ta thyej që kandidova. Tani do me lërë se bëri edhe një 10 pyetje pse është rëndësishme gjë publiku sepse një element është i rëndësishëm edhe pse rri Sali Berisha, edhe pse rri Edi Rama, sepse relativizohet çdo gjë. Ky si ja del, ai si ja del. Tani po të them, këtij zotris edhe nëna e vet i kishte thënë 10 minuta para se sa të dilte, jo për të konkuruar, po për të dalë kundër Viktor Orbanit. E tha dje, e ka thënë edhe për para në podcast, që mos e bëj këtë lëvizje, të gjithë këtë i bënin këti. Mos e bëj këtë lëvizje se nuk ja del dot se ky nuk mundet. Ja pra që u mund. Tani vjen tek elementi. Po them bëje. Po më lër ta bëj tani se tani u bë e bezdisshme, seriozisht. Po ti sollash po me do them një fjalë. Po ti po thotë gjithë tani u do dëgjoj çdo se mos e bëjmë debatin kot, se ti dhe unë të flas në këtë formë. Kjo është brutale, po nuk është debat ky pastaj. Kjo është ta banalizosh. Ky është banalizimi i debatit. Ja të përgjigjem se the 10 gjëra zotëri. Me Lulzim Bashën. Sali Berisha është Lulzim Basha i djeshëm, Sali Berisha i sotëm. Lulzim Basha kishte partinë, nuk pranon të garën. Sali Berisha ka partinë, nuk pranon garën. Lulzim Basha vinte nga një humbje, thoshte do rri kryetar partie. Sali Berisha vendosi dhe në statut që kush humbet do iki kryetar dhe vazhdon akoma. Tani këtu ka një element, se tha personalitetet tjerë. Po t'ja u themi njerëzve, të ma thot njëri ju që me thatë tani në këtë rast. Më thoni një lëvizje në Partinë Demokratike, që ka mbledh njerëz më shumë se Sali Berisha, kur ka qenë kryetar partie, që ka 5 muaj, 4 muaj e ca e qëndrushme, me njerëz në përsalla më shumë se sa ai. Dhe kur në cilin vit? Agron Shehu. S'bëri fare me iku direkt. Zgjedhje me njerëz. S'bëri as lëvizje, po them lëvizje brenda partisë, se personalitete tjera. Pse Agron Shehu? Unë deputet bëhem, jo një deputet, po unë bëhem deputet me shumë. Orvin, e di kush është pikpyetja ime. Nerë se unë e kam me qytetarët, thu pikpyetjet e tua, unë do të them qytetarët, se po thua gjëra që nuk janë të vërteta më. Unë po them vetëm të vërteta. Kush nuk është e vërtetë? Ja kjo që the, që betejën e bët me Lulzim Bashën. Jo, thash atë, ti me Lulzim Bashën, u mundua ta mundit Sali Berisha. Sali Berisha u mundi. Jo, unë me Lulzim Bashën i kam kërkuar t'jap dorëgjë. Ç'a bën këto dy palët? Ç'a bën me njëri tjetrin këto? Sali Berisha erdhi u nxorri nga shtëpia më burri vet. Ke pas mendje. Ta derivojmë pak. Jo, unë kam mendje vend o burr, po nuk e pranoj teatrin që boni ju. Ju gjithë thoni ta hodhin Sali Berisha, ju prisit ta hedhni me zotin Ratif. Ju vet jeni të pafuqishëm të dini ballë. Krijoni një lëvizje të tregoni vendin. Por ne nuk e kemi thirrë as Çorin, as zotin Zotri, se ka gjysore flet ai urri. Nuk kemi thirrë. Po ç'ka llogari. Ora pse skuqesh ti kur bën debat? Pse je skuq? Pse je me nerv? E bën flas debat apo ç'a nerv? Si më ndjej pse ka? Po ç'a do thot? Ke problem? Po ç'a kam problem? Po ç'a teatri? Kush po bën teatr? Ja kam këtë problem. Kush po bën teatr për shembull? Se këtu i vetmi që po bën teatr, që skuqesh, xhihesh, kërcen, nuk le po bën ti. Ky është teatr. Po që se je në rol si ose po që je në interes, po jam rol, jam i paguar. Po jo, nuk them unë i paguar. Po je në rol o zot. Tani debati është ky. Ti bën pyetje, unë përgjigjem. Unë sa nis të përgjigjem ti flet 10 herë. Po sepse del nuk po përgjigjesh mua, ti po thua atë që do të bësh, po propagandën tënde. Ta bëj ky, ta bëj raketin. Ata bëj edhe një herë. Jo, disi ta bësh ti. Unë ta pritë zotri që vjen që ta shtrojmë edhe bashkë, e di. Po ç'a të kuptoj ti e bazik fare, ç'a të kuptoj, po të them një gjë. Më thuaj zotri, ç'a të them unë? Që të pëlqej ty që ta them. Se nuk bëhesh dot magyar, pra kjo ishte. Se nuk bëhesh dot ti magyar që të përmbysësh Sali Berisha dhe Edi Ramën bashkë. Kaç po them më burr. Po ti ishte pyetja ime. Po ti pse je i padurueshëm për të marrë përgjigjen? Po mund ta bëhem pra, po ta them edhe një herë tjetër, po do them. Unë nuk kam krahasim, pse nuk bësh kështu, ç'a do bësh kur. Unë kështu e bëra pyetjen o vlla, ti bëje përgjigje si dush. Lëvizja që kemi nisur ne brenda Partisë Demokratike ka ngjashmëri
sepse po kërkon të njëjtat gjëra që ka kërkuar ky zotëria kur doli nga partia e Fidesit. Po dakord, më dhe unë thash nuk e them dot, dhe unë bëj betejë në Partinë Demokratike. Dhe unë ta thash më valla, në rregull, Orvin, në rregull të thash, po nuk e thyn dot nga brenda atë njerit, thash më burr. Po mirë, më ky është opinioni jot, çu i thosh edhe këtij po të them unë. Po pra, nëse Ore deri dije që fitoi. Dhe pyetja ime është kjo, nëse nuk e thyn dot nga brenda, doni manipuloj zgjedhjet garën, çfarë do bësh? E mediave, e gazetarëve. Nuk e thot dot Nuk të më pjesë. manipulon dot. Nuk e thon dot të pjesë. Unë Po i ka bërë Orvin gjithë atëra më burri det. A je në debat apo unë nuk si nuk e thot dot pjesë. Unë do them një gjë. Ikin në moment, ju lutem. Po do them, nuk Se iku biseda, Abilega nuk ka thënë asnjë fjalë. Çfarë do bësh Ju pastaj? lutem. Po nuk bë më garë, nuk ka garë, fare, nuk e bën garë. do bësh pasaj. Ja, ju lutem. S'mund do dramën pra. Ky është Elbi, puna është se mundim Ramën dhe thotë nuk bën garë. Tani ndalojmë, nuk e kemi thirr për ta Mos gjykuar. ka lidhje më, ne Kemi një do të moment- një magyar, një mundësi Jo, magyar. unë jam me ty në një pikë të pikë, që në këtë pikë që dhe në këtë pyetje, që a mundet këta dhe si mundet këta? Humbje kohë me luftu me konjunkturë. Mua det kot më buri dhe. Konjunktura e kitë humur. Kam njerëz për salla, unë do hedhim Berishën. Po pse është konjunktura apo është publike? Ky është debat publik valla për të dëgjuar qytetarët, prandaj se kuptoj që Shiko tani. ju jepni qëndrime, nuk prisni përgjigje. Shiko. Na dim diçka nga politika. Po pra, po kjo është një betejë, po patjetër pra, po të gjithë. Kur flasim për Peter Megjar, Apo ja. kur flasim për Sepse Peter shkencë eksakte. Saljan, Ju jepni një argument, unë jap kundër argumente se Qartë, nuk bie. qartë, po qartë, Ju një tezë, unë antitezë, po ta kur flasim